Xhaxhai William dhe Harry lë një pasuri maramense. Ky është përfituesi kryesor. Lord Robert Fellowes, xhaxhai i princit William dhe princit Harry, ndroi jetë në korrik të vitit 2024 në moshën 82 vjeç. Një figurë kyçe në familjen mbretërore britanike për dekada të tëra, ai shërbeu si sekretar privat i Elisabetës së II midis viteve 1990-1999 dhe pas daljes në pension zyrtar mbeti lidhur me monarkinë si një kalorës shtesë i mbretërisë deri në vdekjen e tij në vitin 2022. Tani, testamenti ka dalë në dritë duke zbuluar një vendim të habitshëm. As William dhe as Harry nuk janë të listuar si përfitues. Sipas dokumentave të gjykatës, pasuria e tij e vlerësuar në gati 1.75 milion euro ju la e tëra gruas së tij, baroneshës Jean Fellowes, së bashku me donacione të ndryshme për familjen, miqt dhe organizatat bamirëse. Gjykata e lartë dha lejen për ekzekutimin e testamentit të datës qershor 2012 në mesin e majit. Në të, Lord Fellowes ja la pasurinë dhe të ardhurat nga pasuria e tij gruas së tij, por shtoi një klauzol që kërkonte që pasuria të përdorej edhe për përparimin dhe përfitimin e përgjithshëm të familjes. Këtu përfshihen 3 fëmijët e tij, Alexander, Laura dhe Leonor, të cilët së bashku me baroneshën Fellowes do të veprojnë si ekzekutor të trashëgimisë.